Vjeshta ka pikturuar me koloritin e saj malësinë e Kelmendit, e kthyer tashmë një të lajë ngjyrash të arta që të fton për ta vizituar. E cilësuar si perla e Alpeve juglindore të Europës, malësia e Kelmendit tërheq vizitorë të shumtë në çdo stinë, ndërsa tani ngjyrat e stinës janë një spektakël i papërsëritshëm i natyrës. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale pamje nga vendi i malësisë së madhe, ku vjeshta zbukuron me ngjyrat e saj magjike. Vjeshta e Kelmendit është një simofon ngjyrash mes të kuqes dhe të artës, së lisave dhe bërimit të lukinës që ende nuk dorëzohen mes qytetësisë së maleve. Një peizazh që tërheq vizitorët të natyrës drejt një destinacioni unik për shkak të bukurive natyrore dhe reliefit të larmishëm, i përshtatshëm për turistët që duan të shijojnë natyrën. Malësia e Kelmendit tërheq pashtu edhe turistët të aventurës, të cilët mund të eksplorojnë zonën duke bërë hiking në përshtigje të ndryshme. Malësia e madhe, pjesë të cilës është edhe Kelmendi, ofron pamje të rralla në çdo stinë të vitit. Investimet në infrastrukturë kombinuar me investimet të përmirësimit në peizazhet urban i kanë bërë disa përnjësive administrative lehtësisht të arritshme duke i dhënë vlerë peizazhit natyror. Shpellat, kanjonët, ujvarat, rrjetet e lumenjve, burimet, llajat, peizazhet e magjishme i shoqërojnë turistët në udhëtimin e tyre në malësinë e Kelmendit. Kjo zonë ka potenciale për zhvillimin e sporteve dimrore, kampingje me çadra, si dhe struktura për shërbime gastronomike, të cilat janë miqësore me natyrën.